Po rrezikohet shembet i pallat? Ure ti e fut shembet zënë ty për poshtë. Unë besoj që duhet jeni pak më serioz në këtë gjë. Soraqa seriozitet e ke. Jem serios me ti. Ky është Rakip Suli, kryetari i Bashkisë së Kamsës, që në ndryshim nga Surrati im jo serioz, ka një fytyrë mjaft të bukur, paqësore dhe inteligjente. Në karrierën e tij politike, ai mbahet mend për një fjali që do të ndryshonte përfundimisht historinë e Kamsës. O zoto perëndim, vaje mense gazetare. Kjo shkolla me gropa skeptike në vitin 2019-20 është e pafashme. Por kjo është një histori e së shkuarës, sepse ne ishim aty për ta takuar për një hall vërtet të madh të komunitetit që ai drejton. Pavarësisht se për t'i bërë bish të vërtetës, ai e degeneroi bisedën në vlerësime për Surratin tim. Jemi në Paskuqan, atje ku prej pak vitesh blloqe të tëra pallatesh po ndërtohen pas një kriter urbanistik, duke shfrytzuar çdo pëllëm tokë pa llogaritur pasojat, siç është ky rast i pallatit që po ndërton 2 në konstruksion, ngjitur me një pallat ekzistues. Problemi kryesor është se çnohet pallati, ka shkon themeli, nuk e di se si kanë marrë lejen. Rruga e përdorin kontratabel, mjetet e tonazhit lart, nuk kemi pas si kontrat bashkie. Depoja ujit që furnizon pallatin është poshtë rrugës, rruga ka filluar të prishet. Mjafton të shohësh këto pamje për të kuptuar se si një pallat ku banojnë 10 familje është jo më shumë se 2 metra nga gropa e hapur ngjitur me të, duke shkuar deri në themele. Një kriter ndërtimi që në një vend normal nuk do të guxonte njeri as ta mendonte. Kemi bërë denancim në komisariat, komisariati deri më sot as i përgjigje. I bllokoi punimet 3 ditë, ka vazhdu prapë. Bëhet fjalë për këtë kallëzim, të bërë pranë oficerit të policisë gjyqësore Dritan Koldreu në komisariatin e policisë Kamës, i cili ende nuk dihet nëse ka shkuar apo jo në prokurori, pasi banorët ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Madje as ne. Alo, zoti Koldreu, si jeni? Mirë. Jam me Don Kuqi, gazetar nga Pirania. Të marr për pak, se jam një mbledhje, të marr për pak. Oficeri Koldreu shtende në mbledhje dhe sa të dalë do të na telefonoj. Patjetër. Kemi bërë shkresë këtë institucioneve, ala as kemi marrë si përgjigje. I gjithë betoni është ngryer në krahën anësore. Gjatë kohës kërmimeve është e njëjta gjë si me tërmet. Fëmijët janë tromaks. Pak të merren telefon nga puna, babi hate se po bie tërmet. Të rritur dhe fëmijë, të detyruar të shohin gjithë frikë dhe dyshim investimin nga kursimet e një jete, për shkak të babësisë së ndërtuesve që nuk njohin asnjë kriter. Kam ardhur shqetësimin që kanë banorët e pallatit që është ngjitur me pallatin që ju po ndërtoni, kanë lëvizur themelet dhe ne rrezikohemi. Nuk është e vërtetë. I keni parë ju shtëpiat? Jo. Që ndërtosh ti një pallat, a është normale që të rrezikohet të Unë t'jap projektin shoku. Në projekt duket bukur. Ne donim ta shikonim te gropa, që banorët thonë se po dëmton pallatin e tyre, jo vetëm betonin që hidhet për ta mbushur tashmë. Ti ke drejt ose këta kanë drejt ti drejton institucioni që unë kam shkel lejen apo s'kam shkel lejen, kaq e mbaron historia. Këtu do të bëjmë një ndërprerje nga kjo bisedë për të kthyer pas të kohë, në vitin 2019, ku pas tërmeti shkatrimtar të 26 nëntorit, me pasoj 51 jetë të humbura, kryeministri veproi me dorë të hekur ndaj ndërtuesve që nuk zbatonin kriteret. Një nga këto, edhe ndërtime të tilla ngjitur me pallatet ekzistuese. Pra gjithë banorët kanë gabim që thonë që neve nuk rrezikohet pallati. Ja fusin kot. Pra të gjithë e kanë gabim dhe ja fusin kot. Përveç këtij zotërie, i cili këmbgul që banorët gënjejnë. Leça thon. Unë edhe kush më ka dhënë lejen mua. Në fakt, këtu ndërtuesi ka thënë diçka të vlefshme, sepse përveç ti, pesha e përgjegjësisë mbien mbi atë që i ka dhënë lejen për të ndërtuar. Zoti Suli, mirëmëngjesi, e doni nga Pirania. Kam marrë këtu për një problem që kanë banorët e Paskuqanit. Po? Të një pallati më saktë. Po? Ku po ndërtohet një pallat ngjitur me ta nga kompania 2N. Po? Nuk kemi kundër zhvillimit, por që pallati i ri i ka themelet ngjitur me pallatin e vjetër. Po. Çfarë të shqetëson diçka tjetër? Banorët kanë frikë, E kuptoj se kanë dhe drejtën e vet. Okej, një të falenderoj që je shumë i shqetësuar, u çan dhe hallin. Faleminderit. Ironia këtij personaliteti përballë hallit të qytetarëve që kanë zgjedhur është vërtet mbreslënse. Uroj si djalë i ri, ti je pak më sinqert, më ndesh, më drejt për drejt, mos mashtrosh, dakor. Domethënë është mashtrim. Dhe nga grupuna, prej pak larg. Se çka nga me grip, por uj nga unë mëse ti mbasi se nuk e do shëndetin tënd, do unë shëndetin. Larg qoftë ne i gjen gjë zotin Suli. Nuk i kemi punët mirë më pas. Zotri, ideja. Ma ba mu zotri. Bëni një studim ku jepni lekë. Patjetër. Kush pretendon të përpronon? Jo, s'është çështje Si pa punë tani ti? Thjesht janë banorë. Je pa punë zotri. Qa kanë frikë? Qore! Kanë frikë? Registroj se kanë frikë. Kanë frikë. Banorët kanë frikë, por edhe zoti Suli duhet të ketë frikë me shkeljen e ligjit që ka kryer bashkë me vartësitë e tij, sepse ligji për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në nenin 34 të tij është i qartë për distancat mes ndërtimeve, ku thuhet se për distancat objekt-objekt, distanca minimale e lejuar midis dy ndërtimeve do të matet me shumën e numrit të kateve mbi tokë të ndërtimeve që përballen plus 2 metër. Pra pallati ekzistues është 8 kate dhe largësia gjithmonë nëse i përmbahemi ligjit duhet të jetë 8 plus 2 metër, pra 10 metër në
total. Por sa është zbatuar ky ligj, në ndërtimin e pallatit të kompanisë 2N, kjo shihet qartë edhe nga këto pamje që kemi regjistruar. Do ta merrni pak më seriozisht, do jo Po qatë më seriozisht i thjep, dhe duket si pa punë. Se çfarë ka këtu për qeshur e për të bërë cinikun, këtë vetëm ky zotëri mund ta di. Gjenjen. Shkojmë tani pak. Shko po kshetit vi pastaj. Po rrezikohet shembet i pallat. Urë ti e fut shembet zën ti për poshtë. Unë besoj që duhet jeni pak më serioz në këtë gjë. Duket sorraça seriozitet e ke. Jam serios me ti. Jo, bashkia duhet të jetë më serioze. Mashtrues tani. Shkojmë prokuri, mos edhe mas me. Në prokurori do ta çojmë banorët. Ne do të bëjmë punën tonë. Pasi kompania e cila po ndërton pallatin, duke se ka një histori dashurie me Bashkinë e Kamzës, janë qindra milion lek për 2N konstruksion, nga punët publike të marra përsipër, që nga koha që zoti Suli mori detyrën e kryebashkiakut, madje ndonjëherë duke skualifikuar dhe pjesëmarrësit e tjerë nga gara, vetëm që 2N SHPK të dilte kompani fituese, ose dhe fitues me negocim, pa u bërë fare njoftimi i tenderit, si në këtë rast. Tani të kthehemi edhe një herë tek pallati dhe tek retorika plot humore zotërisë që Kamza ka fatin ta ketë kryetar. Nuk e zgjidh vetëm pse vjen ti nuk e zgjidh. S'do me zgjidh pa. O nuk e zgjidh, para te jemi pa përgjithshëm. Rik tani. Ju keni ta kuptosh. Ju taj meje. O rik tani nuk e zgjidh. Ka prokurori, ka gjykat hec. Po lejeni keni dhënë. Nik s'ka asnjë lloj problem. Zyrtimi atë. Zoti Sulje, duhet jeni pak më i përgjegjshëm për të bërë detyrën tuaj. Leja për ndërtimin është dhënë nga bashkia dhe duhet të mbani përgjegjësi. Pas këtyre përgjigjeve të zotit Sulje, për një gjë jemi të sigurt, Estrada e Kamzës është në rrugën e duhur. Ndërkohë për problemin e një komuniteti, ende asnjë përgjigje. Oficeri Koldreu vazhdon prej 10 ditësh mbledhjen, pa patur mundësi të përgjigjet për punën për cilën paguhet, ndërsa kryetari i bashkisë do të ngrejë një grup pune për të parë situatën. Pavarësisht se gropa tashmë është mbushur nga hekuri dhe betoni,